Allahut subhanahu wa ta'ala, vetëm Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje e ndihmë kërkojmë. Përshëndetjet më të mira dhe salavatet më të përzemërta ja dërgojmë në këtë ditë madhështore më të dashurit të zemrave tona, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe bekimet e të Madhit Zot qofshin mbi këtë të dërguar, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij të respektuar dhe mbi gjithë ato që vijojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, falënderimet më të përzemërta i takojnë të Madhit Zot, i cili pas një muaji të mbushur me plot përkushtim dhe adhurim, pas një muaji të mbushur me plot mirësi dhe begati, na mundsoi që sot të gjithë së bashku të jemi në këtë vend të bekuar, në këtë ditë të madhe, që është dita e madhe e Fitr Bajramit, dhe ne kemi ardhur me qëllim të vetëm për të adhuru, për të madhuru dhe për të falendëru Allahun subhanahu wa ta'ala, e mbi të gjitha për të lartësu fjalën e Allahut, e për të lartësu emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala me tekbiret tona. Të nderuar vëllezër, ky tubim madhështor është një argument i qartë i dashurisë tonë që kemi për të Madhin Zot. Është një argument i qartë për besimin tonë që kemi për Allahun subhanahu wa ta'ala, që tashmë është rrënjosur thellë në zemrat dhe në shpirtrat e gjithë secilit prej nesh. Prandaj dhe falja dhe mëshira e madhe e Allahut në këtë ditë të madhe na i mbush zemrat tona me gëzim dhe me kënaqësi, e na i mbush zemrat tona me shpresën e madhe të shpërblimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër, jemi mbledhur sot të gjithë së bashku për t'i dhënë lamtumirën dhe për të përcjellë një mik të dashur dhe të çmuar, që erdhi në mesin ton për të na ndriçuar zemrat tona e për të na ngjallë shpirtrat tanë, sepse gjatë këtij muaji ne i forcuam raportet tona dhe lidhjet tona me të Madhin Zot, dhe i forcuam gjithashtu urat e bashkëpunimit, edhe të komunikimit, edhe të vllazërisë nëpërmjet sofrave bujare të iftarit, e nëpërmjet adhurimit të veçantë të namazit të taravive. Prandaj ju përgëzoj të gjithëve, lumë për ju që ju përgjigjet Madhit Zot dhe e agjeruat muajin e bekuar të Ramazanit, duke i shprehur të Madhit Zot devotshmërinë dhe përkushtimin tuaj ndaj tij. Të nderuar vëllezër besimtar, kjo ditë padyshim është një ditë e gëzueshme. Gëzohet zemra e çdo besimtarit, sepse arriti që për një muaj të plot ta adhurojë, ta madhërojë të Madhin Zot, ta agjerojë Ramazanin, ta falin namazin, të japin zekatin, të japin sadaka, të tregojnë bujarinë e tij dhe të bëjnë vepra të mira, ato të cilat i pëlqen i Madhi Zot. Prandaj që për agjeruesin çdo ditë kishte kënaqësi dhe kënaqësi në Allah Zotin në çdo moment të bamjes së iftarit. E kjo kënaqësi erdhi duke u shtuar te çdo ditë tek ne, dhe ja sot jemi në ditën e madhe, në ditën e Fitr Bajramit, ku ne gëzohemi me këtë ditë dhe shpërbemi nga Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe shpresojmë që gëzimi jon i madh dhe përfundimtar të jetë kur takojmë të Madhin Zot, dhe agjerimi të jetë shoqëruesi dhe ndërmjetësuesi jon më i mirë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër besimtar, kjo ditë e madhe, kjo festë madhështore, ky tubim madhështor, le të jetë për ne si një besë, si një premtim që i japim të Madhit Zot, se ne do ta mbajmë fort amanetin e Allahut xhaleshanuhu, e do ta mbajmë fort besimin dhe dashninë e Allahut subhanahu wa ta'ala në zemrat tona. Le të jetë një besë dhe një premtim se ne pas besimit në Allahun xhaleshanuhu
do ta marrim çdo amanet që na ka lënë Allahu subhanahu wa taala. E një ndër amanetet më të mëdha që ne i ka lënë Allahu subhanahu wa taala është amaneti i familjes, për ta ruajtur familjen nga çdo gjë që e cënon atë, për ta ruajtur familjen tonë nga çdo gjë që e cënon shejtrinë e familjes, sepse familja është shtylla kryesore e këtij ummeti. E profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, më i miri për jush është ai i cili është më i mirë me familjen e tij. Le ta mbajmë fort amanetin e Allahut tek bashkëshortet tona, sepse ato janë amaneti i Allahut dhe amaneti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot profeti alaihi salatu wassalam, më i miri për jush është ai i cili është më i mirë me bashkëshorten e tij. Le ta mbajmë fort amanetin për prindërit tanë. Le t'i duam ato, t'i respektojmë ato, t'i ndihmojmë ato, t'i respektojmë dhe t'i përkrahim ato pa kushte, sepse ato janë mirësia e familjes tonë, sepse ato janë xhenneti i Allahu subhanahu wa taala dhe dera më e mirë e xhennetit, sepse ato janë amanet i Allahu subhanahu wa taala. E le ta mbajmë fort amanetin e Allahu subhanahu wa taala tek fëmijët tonë, sepse fëmijët i kemi dhuratën më të çmuar nga Allahu xhaleshanuhu, por njëkohësisht i kemi ato dhe përgjegjësinë dhe amanetin më të madh. Prandaj le të përpiqemi të gjithë së bashku që t'i edukojmë brezat tonë, të edukojmë rinin tonë, të edukojmë fëmijët tanë me dashnin për Allahun, me dashnin për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ti edukojmë ato me edukatën dhe moralet më të larta, duke pas si shembull më të edukumin dhe më të mirin e mbar njerëzimit, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, kjo ditë nuk është vetëm një festë në mesin tonë. Kjo ditë është për të dhënë dhe një mesazh të jashtëzakonshëm mbar botës. Sepse ne jemi një popull, ne jemi një ummet. Ne jemi një familje e madhe dhe çdo individ i familjes kontribon, e ndihmon dhe e përkrah individin tjetër të familjes. Dhe ne asnjëherë nuk e braktisim njëri tjetrin, por gjithmonë jemi në të mirë dhe në vështirësi me njëri tjetrin. Sadakaja jonë, zekati jonë, bamirësia jonë janë argumentin më i mirë i kësaj gjaje, për t'regu se pasuria nuk është pronë e asnjërit prej nesh, por është amanet nga Allahu subhanahu wa taala. E për t'regu se vlera dhe bereqeti i pasurisë nuk është tek sasia se sa grumbullojnë, por tek ajo që japim për hatrin e Allahu subhanahu wa taala. A keni dëgjuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam i cili thot: "Wallahi nuk beson asnjëri prej jush në qovë se flenë në shtëpinë e tij dhe ai është i ngopur dhe me gjitha të mira që i ka dhënë i madhi Zot, e në anën tjetër komshiu apo fëmijë i tij po flen i uritur dhe nuk ka kafshatën e gojës për t'ia dhënë fëmijëve të tij. Nuk ka besim ky njeri." E profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: "Wallahi, njerëzit më të dashur tek i madhi Zot janë ato njerëz që janë më të dobishëm për gjithë njerëzit e tjerë." E a dini, thot profeti alayhi salatu wassalam, se kush janë veprat më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala? E ato janë të përcjellësh dhe të rënjosësh në zemrën e çdo besimtari kënaqësi, të jesh me çdo njeri në vështirësi dhe në hallet e tij për ta ndihmuar dhe për të kontribuar për të. Të jesh me çdo njeri në të mirë dhe në vështirësitë e tija. Ta ushqesh të varfrin, ta përkthelesh kokën e jetimit dhe të jesh gjithmonë në kontribut ndaj njerëzve. Dhe këto janë veprat më të dashura të Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtu shikohet vlera e pasurisë dhe e bujarisë tonë tek Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër besimtar, sot është Bajram. Sot është festë. E në këtë ditë Bajramit nuk zën vend absolutisht as hatërmetjet, as urrejtja, as paknesia, as armiqësia, as xhelozia, sepse kjo është ditë ku ne duhet të zbusim zemrat për hatrin e Allahut subhanahu wa taala. Sepse kjo është ditë
ku ne duhet ta shtrim dorën e faljes e të mëshirës ndaj njëri tjetrit. Prandaj vëllezër, në qoftë se doni që Allahu t'ju falni të tjerët. E në qoftë se doni që Allahu t'ju mëshironi të tjerët. Tregoni Allahu Gjellëshanuhu se besimi dhe dashnia tek Allahu Gjellëshanuhu triumfon mbi çdo lloj pakënaqësie dhe armiqësie, sepse dashnia në zemrën tonë nuk mund të bashkohet kurrë me xhelozinë dhe armiqësinë ndaj njëri tjetrit. Prandaj vëllezër të nderuam, le t'i tregojmë të mallit Zot, edhe pas muajit të bekuar të Ramazanit, më të mirën tonë. Le t'i tregojmë Allahu subhanahu wa ta'ala se ne mësimet që na dha muaji i Ramazanit do t'i kemi si pishtar ndriçues në gjithë jetën tonë. Prandaj vëllezër, le të mundohemi të gjithë së bashku me familjet tona, që edhe pas muajit të bekuar të Ramazanit, me veprat tona, me punë tona të mira, t'i lëmë të hapuna dyert e faljes dhe të mëshirës së Allahu subhanahu wa ta'ala. E ta jetojmë të gjithë jetën tonë Ramazan. Ne agjeruam në Ramazan nga pija dhe ushqimi të cilat në esencën e tyre janë halal. E pra le të agjerojmë pas Ramazanit dhe të privohemi dhe të largohemi nga çdo gjë që ka ndalu i malli Zot dhe nga çdo gjë që nuk e lejon Allahu subhanahu wa ta'ala. Në qoftë se duam që gjithë së bashku të arrijmë kënaqësinë e Allahut dhe të arrijmë mirësinë dhe begatit e muajit të Ramazanit gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë jetës tonë. E nuk më metet gjatë tjetër, vetëm se ti lutem të mallit Zot, në këtë ditë të bekume, në këtë festë mallështore, ti lutem Allahut subhanahu wa ta'ala që ti ketë pranu të gjitha adhurimet dhe veprat tona të mira. Ta kenë pranu Allahu subhanahu wa ta'ala agjerimin e muajit të bekuar të Ramazanit. E inshallah Zoti e ban që Ramazani jon të jetë shoqëruesi jon më i mirë, të jetë miku jon më i mirë, të jetë ndërmjetësuesi jon më i mirë ditën kur do të dalim në pranin dhe në hudurin e të mallit Zot. Amin ya Rabb. Të nderuar vëllezër besimtar, më lejoni që në këto momente nga kjo shtëpia e Allahut e me gjithë zemrën dhe forcën e shpirtit tem t'ju uroj të gjithëve ju, familjeve tuaja e të gjithë besimtarve kudo që t'jenë, gëzuar dhe përshëndjet festën e Fitr Bajramit. Zoti ju bekoft ju të familjet tuaja, qofshi gjithmonë në ndashnin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Zoti inshallah na të bën dhe na bashkon gjithmonë në tubime të tilla dhe në fund në xhennetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe një herë gëzuar dhe me fat Fitr Bajramin. Zoti ju nderoft, ju shpërbleft dhe ju dhuroft të në të mirat e kësaj dynjaje dhe të botës tjetër. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.